Kryeministri Edi Rama ka dhënë shenjën e radhës për ndërtimin e një kulle tjetër në qendër të Tiranës përballë hyrjes së parlamentit nëpërmjet skenarit për të transferuar te Blendi Goxha një godim publike me qëllim rrafshimin e saj. Me justifikimin e nevojës për mjedisë aktivitetesh kulturore, Edi Rama me propozimin e tij dhe me vendim numër 67 datë 6 shkurt 2026 ka urdhëruar kalimin në administrim të Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit të godinës së shoqatës së ish të përndjekurve politik. Vendimi përcakton kalimin në administrim të ministrit Blendi Goxha të kësaj ndërtese në qendër të Tiranës në zonën më preferenciale dhe më të shtrenjtë për biznes ndërtimi, kuptohet për klientët e Edi Ramës. Ndarja kadastrale e kësaj godine është bërë në 4 pasuri, numër 6 461, 6 fraksion 463, 6 262 dhe 6 fraksion 263, të përdorura si zyra dhe njësi tregtare me qera. Godina është dykatëshe me sipërfaqe totale trualli 1228 metra katror, pronë shtetërore. Në vendimin e qeverisë, kryeministri Edi Rama ka mashtruar duke e deklaruar monument kulture godinën e zyrave të shoqatës së të përndjekurve politik për të justifikuar transferimin e saj në administrim të Blendi Goxhas. Gjatë 12 viteve në pushtet, Edi Rama nuk e preku këtë godinë, të cilën tani e quan monument kulture, madje nuk i leu as fasadën, ndërkohë që para 7 vitesh e hoqi nga lista e monumenteve. Ndërsa tani që nuk ka më sheshe ndërtimi në qendër të Tiranës, ju vërsul godinës së të përndjekurve politik duke ja kaluar Blendi Goxhas, i cili zbaton pazaret. Kjo është pasuria e pestë publike në qendër të Tiranës, që kryeministri Edi Rama i kalon në administrim Blendi Goxhas si ministër i turizmit, kulturës dhe sportit. Më parë, pasi ministër të ekonomisë, kulturës dhe inovacionit i kaloi në administrim të gjitha pasuritë shtetërore, godina ish ndërmarrje ekonomike, institucione kulturore, troje, toka dhe pyje. Edhe godina ish të përndjekurve politik ishte në administrim të Ministrisë së Ekonomisë, por kryeministri Edi Rama ja hoqi dhe ja kaloi Ministrisë së drejtuar nga Blendi Goxha me justifikimin e nevojës për mjedisë aktivitetesh kulturore. Sipas informacionit, pas disa kohësh, kjo godinë do të rrafshohet me arsyetimin se është tepër e amortizuar dhe sipas skemës së pazarit që zbaton e lira kokona e korporatës së investimeve në atë truall, do të ndërtohet një kull tjetër. Skandali i zbuluar nga SPAK doli në sipërfaqe nga komunikimet e kryqëzuara mes personave të akuzuar në të tjera hetime në të kundërt bosi Advanced Business Solution nuk ishte ndërmend të denonconte. Kjo ndoshta nisur edhe nga shqetësimi se mjaft procedura të tjera janë në hetim nga SPAK. Këtu fjala është për qindra milion euro tender ku përfshihet edhe periudha kur në Akshi shkëlqente ylli Advanced Business Solution dosja. Në një nga pamjet filmike të administruara konstatohet biseda mes shtetasve Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri ku diskutohet për 2 tender për procedurë, si dhe përmendet kompania ABS. Nga kjo bisedë përftohet edhe dhëna se këta shtetas janë të shqetësuar për praninë e kompanisë ABS me ortak të vetëm zotin Meça. Në dijenin time, hetimet nuk janë fokusuar vetëm tek këta aktorë që janë e kanë qenë në lojë, por edhe tek tenderet si janë zhvilluar para sulmeve kibernetike, u shpreh Mirion Senja, gazetar. Hetimet e SPAK zbulojnë edhe faturime miliona eurosh nga kompanitë e biznesmenëve të shpallur në kërkim ndaj subjekteve të tjera. Siç thekson në artikullin e tij, Top Channel, kjo i shërbente skemës së qarkullimit dhe futjes në kanale legale të parave të dyshuara korruptive. Dosja. Si konkluzion rezulton se faturimet e kryera nga EA Solution në drejtim të 3 subjekteve të tjerë të përshkruar më sipër janë fiktive dhe me qëllim përfitimin e parave që rrjedhin nga procedurat e prokurimeve të paracaktuara nga grupi kriminal. Nëse në agjencinë Akshit zhvillohen tender që lidhen me teknologjinë e informacionit, në rrjetin e kompanive të hetuara dalin edhe subjekte që tregtojnë produkte ushqimore, çokolata e të tjerë. Çuditërisht, kompanitë e hetuara rezultojnë se kanë plotësuar fatura blerje me vlerë plot 10 milion euro. Që një kompani e cila operon në fushën e IT-s të shpenzojë një shumë të tillë për blerje çokolatash, kjo duket më tepër se ironike. Roger Sryta, ish administratori i kompanisë Mega Distribution, thotë se ka pasur marrëdhënie tregtare me kompanitë Soft Solution dhe Fastech. Dosja deklaron se nuk tregton produkte që lidhen me fushën e teknologjisë së informacionit si hardware apo software. Këtë dëshmi SPAK e ka kryqëzuar me deponimin e biznesmenit tjetër Andis Papa, aksioneri i subjektit Fastech. Ai këmbgul në dëshmi se kanë blerë pajisje teknologjike te kompania Mega Distribution, edhe pse kjo e fundit aktivitet kishte tregtinë e produkteve ushqimore. Hetuesit e SPAK kanë vënë në lupë çdo procedurë prokuruese që lidhet me kohën e takimeve mes drejtueses së Akshit dhe biznesmenëve në fjalë të akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar. Bëhet fjalë për 10 procedura të fituara nga kompania Soft Solution e zotëruar nga Ermal Beqiri apo kompani të tjera të lidhura. Një prej tenderëve më të mëdhenj ka vlerën e 1.3 miliard lekëve ose rreth 13 milion euro pa TVSH. Kjo procedurë është njëra prej rreth 20 tenderëve të ankimuar nga Geront Meça.
Prokurimi është për blerjen e pajisjeve kompjuter zyre. Vlerat e pajisjeve janë konsideruar të fryera nga hetimi, pra një formë për të përlarë miliona euro. Dosja, metodologjia e përzgjedhur nga grupi i punës, ka sjellë përpasojë rritjen artificiale të vlerës së produkteve që kërkohet të prokurohen, pasi fondi i limit është përcaktuar mbi vlera jo reale të dhëna nga operatorët ekonomik me qëllim maksimizimin e përfitimit, çka në të njëjtën kohë mund të sjellë dhe dëmtimin e buxhetit të shtetit dhe kryerjen e shpenzimeve pa eficiencë. Përpos paracaktimit të tenderëve, vlerat e fryera të projekteve janë një prej drejtimit të hetimeve. Këto dyshime janë ngritur vazhdimisht edhe nga ekspertët e fushës ndër vite. Për mënyrën si kanë vepruar kompanitë që kanë përfituar nga tenderet e akshit, kanë qenë shumë amatore se si kanë vepruar. Mendoj se kanë pasur guxim të tepruar, sepse nuk do të goditeshin, sepse siç e thash, ngriheshin kompani nga hiçim me të njëjtin punonjës me të cilët kalonin fonde për shërbime të supozuara. E di që ka kompani që kanë faturuar 10 milion euro çokolata, aq do të duhet hanin gjithë shqiptarët çokolata, u shpreh Mirjon Senja. Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar se biznesmeni Ermal Beqiri ka arritur të fitojë tender edhe përmes kompanive të lidhura me familjarë të tij. Konkretisht, procedura për implementimin e infrastrukturës desktopëve virtual për Autoritetin e Aviacionit Civil u fitua nga subjekti Communication Progress për vlerën e rreth 1 milion eurove pa TVSH. Kompania në fjalë është në pronësi të bashkëjetuesit të motrës së Beqirit, shtetasit Gentian Likai. Dosja, edhe në këtë procedurë vihet re futja e kriterit pajisjeve të punonjësve me certifikat sigurie, SSP-a e cila është e pavend pasi të dhënat e prodhuara dhe komunikuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil nuk janë të klasifikuara. Në periudhën mes viteve 2019 janar 2026, kompania Soft & Solution, e zotruar nga biznesmeni Ermal Beqiri, ka rikthyer plot 2.1 miliard lekë nga thesari i shtetit ose rreth 22 milion euro. Shumica e këtyre parave kanë ardhur nga fondet e tenderëve të akshit. Nëse analizon periudhën e viteve 2023-2024, vjet re rritja e ndjeshme e xhiros së deklaruar, përkatësisht 12 dhe 18 milion euro. Fitimi deklarohet rreth 16 milion euro në 2 vite të marra së bashku. Por këto fitime janë vetëm pjesa e dukshme, siç zbulohet në dosjen e SPAK, biznesmeni ka fituar miliona euro përmes disa kompanive të tjera në rrjetin e tij. Në periudhën 2019-2026, kompania e kunatit të tij Communication Progress, që përmendet edhe në dosjen hetimore, ka rikëtuar afërsisht 2 miliard lekë ose rreth 21 milion euro. Nëse analizojmë të plot listën e gjatë të kompanive në pronësi dhe atyre të lidhura, përfitimet shkojnë në disa dhjetra milion euro. Vetëm një kompani nga këto, gjatë 5 viteve të fundit e lidhur me këtë personazh që ka qenë është aktori kryesor i dosjes, ka marrë 50 milion euro pagesa nga thesari, ku pjesa dërmuese janë për shkak të tenderëve të akshit. Vetëm një kompani, por janë disa të lidhura, shprehet gazetari Senja. Një operacion i ndërmarrë pas bashkëpunimit mes Prokurorisë së Tiranës, sektorit të krimit ekonomik dhe misionit investigativ STOP, ka çuar në kontrollin e ambienteve të qendrës tregtare Nikaj SHPK në qytetin e Sarandës. Vendimi për kontroll është lëshuar nga Gjykata e Tiranës në kuadër të një procedimi penal të regjistruar për disa vepra të rënda penale në fushën ekonomike. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet ndaj administratorëve dhe drejtuesve të kësaj qendre për disa vepra penale, konkretisht falsifikim dokumentesh, ku dyshohet se janë përdorur dokumente tatimore dhe financiare të manipuluara për të fshehur qarkullimin real të biznesit dhe shumë vendime asambleje, fshehje të ardhurash dhe evazion fiskal, përmes mos deklarimit të ardhurave reale, shmangjes së detyrimeve tatimore dhe mos lëshimit të kuponëve fiskal, pastrimi i produktit të veprës penale, duke dyshuar se të ardhurat e përfituara nga aktiviteti i paligjshëm janë futur në qarkullim përmes skemave të ndryshme financiare për të fshehur origjinën e tyre, tregtimi i mallrave kontraband, pasi gjatë kontrolleve janë verifikuar dyshime për mallra të futura në territor, pa dokumentacionin e rregull doganor, por dyshime ka edhe për konsumimin e veprës penale të punësimit të paligjshëm, mos pagimi i taksave dhe falimenti i provokuar. Sipas burimeve paraprake nga grupi hetimor, evazioni fiskal i dyshuar arrin në miliarda lek, çka e bën këtë një nga rastet më të rënda të hetuara në jug të vendit. Aktualisht policia e shtetit ka shoqëruar administratorët e kompanisë për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa nuk përjashtohen arrestime në vijim në varësi të provave të mbledhura. Në fokus të hetimit janë edhe zyrtarët e administratës tatimore në Sarandë. Në hetim ndodhen edhe drejtori i tatimeve në këtë qytet, si dhe disa inspektor përkatës, të dyshuar për shpërdorim detyre, moskryerje të kontrolleve ligjore apo tolerim të shkeljeve, që mund të kenë mundësuar vazhdimin e aktivitetit të paligjshëm për një periudhë të gjatë. Grupi hetimor po sekuestron dokumentacion financiar, servera dhe pajisje elektronike, ndërsa kontrollet vijojnë si në ambientet e biznesit, ashtu edhe në magazinat të tjera të lidhura me aktivitetin tregtar. Në kuadër të hetimeve i dyshuar është edhe një oficer i policisë gjyqësore në Sarandë, pranë krimit ekonomik. Subjekti në fjalë dyshohet se informoi rregullisht dhe
dhe mbështetej nga oficeri i policisë Klement Bello. Ky pretendim është përfshirë në dosjen hetimore dhe pritet të verifikohet nga organet kompetente në vijim të procedurës. Autoritetet pritet të dalin me një njoftim zyrtar pas përfundimit të fazës së parë të hetimeve. Shqipëria vijon të nxihet nga mediat ndërkombëtare, teksa Rama ka hyrë në një kurs për plasjeje me drejtësinë dhe shifrat tregojnë se korrupsioni po rritet. Edhe mediat e huaja nuk po kursehen. Washington Examiner ka bërë një artikull mbi situatën në vend ku shprehet se Rama po përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët brenda dhe jashtë partisë. Sipas artikullit, shembujt më të qartë janë Veliaj dhe Ahmetaj. Spaku synonte të reduktonte korrupsionin politik, por u shndërrua në një mjet në duart të korruptuarve. Rama e ka përdorur këtë strukturë për të goditur në mënyrë selektive kundërshtarët politik, duke i përballur me procese gjyqësore, burgim ose duke i detyruar të largohen nga vendi mbi akuza të pabazuara. Mes të prekurve përmenden Berisha, ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, thekson artikulli. Sipas artikullit, ajo që i bashkon emrat më sipër është fakti se kanë sfiduar konsolidimin e pushtetit nga Rama, kanë kundërshtuar zgjerimin e ekonomisë së drogës dhe kanë ekspozuar skema të dyshimta. Sipas shkrimit, Ahmetaj, për shembull, u akuzua për korrupsion për një kontratë në të cilën nuk kishte asnjë rol dhe nga e cila nuk përfitoi. Autori shprehet më tej se Rama ndjek hapur modelin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili shndërroi fitoret fillestare elektorale në një sistem të konsoliduar pushteti dhe e përdori pozicionin e tij për të bërë miliarder disa herë. Një person i pranishëm në një nga takimet e tyre ka treguar se Erdogan e këshilloi Ramon se fitoria në zgjedhjet e treta ishte vendimtare, pasi më pas pushteti bëhet i pamundur për të humbur dhe kontrolli i konsoliduar mbi qeverinë mund të dobësoj opozitën dhe të shkatërroj shoqërinë civile. Ekrem Imamoglu, kryebashkiaku popullor i Stambollit, të cilin Erdogan e burgosi mbi akuza të rreme korrupsioni për të shmangur përballje në zgjedhje të lira, i ka dërguar së fundmi Veliajt një letër solidariteti, ndërsa Rama po ndjek të njëjtën strategji. Përdorimi i spakut nga Rama pasqyron auditimet dhe burgosjet e kundërshtarëve që aplikoi Erdogan, thekson shkrimi. Washington Examiner njihet për shkrime të forta dhe akuza konkrete, në disa raste dhe të egzageruar, por në këtë rast ka të drejtë, pasi në fakt Rama po ndjek shembullin e Erdoganit.